La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minadh dhalimin. E që në përkthim do të thot nuk ka zot tjetër përveç teje o Zot. Te subhanek, ti je i patameta. Inni kuntu minadh dhalimin, unë jam ai që i kam bë padrejtësi vetes tonë. Do të thot tu ka di konfirmime. Konfirmimi i parë se pranon se Allahu xhaleshanu është i vetmi dhe pa asnjë nuksallëk. Dhe ajo njohja tjetër, pranimi tjetër, konfirmimi tjetër është se e kupton dhe e pranon dobësinë tënde përballë fuqisë së Allahu xhaleshanu. E kush këtë fjali e thot, Allahu xhaleshanuhu garanton me Kur'an, me ajet kuranor, se na zgjidh të gjitha problemet. Ju e dini se këtë lutje e thot Yunusi alayhi salam në barkun e peshkut. E dini historinë e këtij pejgamberit të nderuar, nuk dua të hyj në detaje, por në momentin që gëlltitet në barkun e peshkut, i ka qenë në 4 errësira. Errësira e parë ka qenë errësira e natës. Errësira e dytë ka qenë errësira e nënçmimit që ka marrë karshi popullit që kanë qenë në anije. Errësira e tretë ka qenë errësira e detit dhe errësira e katërt ka qenë errësira në barkun e peshkut. Në momentin që i pejgamberi Zotit dhe Nuni i thot të fjalë, Allahu xhaleshanuhu e shpëton nga barku i peshkut dhe na tregon edhe neve wa kedhalika nunjil mu'minin, e në këtë mënyrë ashtu siç e shpëtuam këtë pejgamber Yunusin alayhi salam, do t'i shpëtojmë edhe besimtarët, edhe njerëzit e drejtë, njerëzit e sinqertë. Prandaj përmes kësaj lutje të nderuar besimtar, ta adhurojmë Zotin xhaleshanuhu, që të fitojmë sevape të shumëfishta, e të largohen brengat, hallet, e të na plotësohen dëshirat që i kemi në jetë.